Mes negociatave të vazhdueshme mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara për një marrëveshje afatgjat paqeje, Teherani po dërgon sinjale të forta politike për të ardhmen e lindjes së mesme. Kryetari i Parlamentit iranian Mohammed Baker Kalibaf deklaroi se vendet e rajonit duhet të jenë të vetmet që vendosin për rendin politik dhe të sigurisë në lindjen e mesme, duke kundërshtuar çdo ndërhyrje nga fuqitë e jashtme. Gjatë fjalimit të tij në një takim të Unionit Parlamentar të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik në Baku, Kalibaf tha se popujt dhe qeveritë e rajonit duhet të përcaktojnë vetë fatin e tyre dhe jo të lejojnë që vendime të rëndësishme të merren nga aktorë të jashtëm. Ai deklaroi gjithashtu se memorandumi i fundit i mirëkuptimit mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara përfaqëson, sipas tij, një humbje për Washingtonin. Kalibaf vlerësoi rezistencën e forcave iraniane dhe të popullsisë gjatë konfliktit të fundit, duke pretenduar se Irani u ka imponuar kosto të larta Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Deklaratat vinë në një moment delikat diplomatik. Javën e kaluar, Washingtoni dhe Teherani nënshkruan një memorandum me 14 pika, i cili synon të jap fund konfliktit dhe të hapë rrugën për negociata më të detajuara gjatë 60 ditëve të ardhshme. Një nga temat më të ndjeshme mbetet programi bërthamor iranian, si dhe çështjet e sigurisë rajonale që kanë shkaktuar tensione për vite me radhë. Ndërsa bisedimet vazhdojnë, deklaratat e liderëve iranian tregojnë se Teherani synon të ruajë një pozicion të fortë në tryezën e negociatave dhe të promovojë idenë e një rendi rajonal të ndërtuar nga vetë vendet e lindjes së mesme. Mes përpjekjeve për faqe dhe rivaliteteve të vjetra gjeopolitike, e ardhmja e rajonit mbetet një nga çështjet më të rëndësishme në diplomacinë ndërkombëtare.